Me vull dhe vendim gjykate, vaksinat kundër Covid-19 ishin fatale. Shteti do të paguaj kompensim. Çfarë thot vendimi i gjykatës së Pireut në Greqi? Shteti grek thirrë të ofrojë kompensim për të afërmit e një gruaje 60 vjeçare që vdiq pasi u vaksinua me AstraZeneca. Konkretisht, 60 vjeçaria u vaksinua në qendrën shëndetësore të Pireut me vaksinën Vax Zevria të kompanisë AstraZeneca kundër Covid-19. Më 22 shkurt 2021 doza e parë. Pas administrimit të dozës së parë, pacientja pati edhe ditën e dytë, të cilat i kaluan shpejt. Megjithatë, më 2 mars 2021, ajo u paraqit me simptoma serioze, të tilla si dhimbje koke, shikim të turbull dhe dobësi muskulore, të cilat e detyruan të kërkonte ndihmë mjekësore. Më pas, dhe konkretisht më 4 mars 2021, pacientja u shtrua në njësinë e kujdesit intensiv të klinikës neurologjike të Spitalit të Përgjithshëm Geni Matas, me simptoma të dizartrisë dhe ulje të forcës muskulore të gjymtyrës së poshtme të majt. Gjatë ekzaminimeve, u zbulua se ajo vuante nga trombocitopenia, e cila ishte një nga efektet anësore të vaksinës. 2 javë pas marrjes së vaksinës, e ndjera u paraqit me një mpiksje gjaku në arteriet karotide dhe femorale, e cila shkaktoi një goditje ishemike në trup. Gjithashtu, për shkak të trombozës së arteries femorale të gjymtyrës së poshtme të majt, ajo u shtrua në sallën e operacionit më 14 mars 2021 dhe ju nënshtrua amputimit të detyruar të gjymtyrës së poshtme, prerjes pra të gjymtyrës dhe më në fund. Më 21 mars 2021, ajo ndërroi jetë, përshkruan avokati i saj. Ky incident specifik u regjistrua në bazën e të dhënave të kartës së verdhë të Agjencisë Kombëtare të Barnave, sistemi që monitoron efektet negative të vaksinave në Greqi. Raporti i kartës së verdhë u shënua si i mundshëm, duke treguar se incidenti konsiderohet i lidhur me administrimin e vaksinës Vax Zevria, sipas të dhënave klinike të disponueshme në kohën e raportit dhe duke marrë parasysh intervalin e shkurtër kohor midis vaksinimit dhe fillimit të simptomave, 10 ditë, dhe teksa gruaja nuk vuante nga asnjë sëmundje. Gjykata administrative e shkallës së parë me 3 anëtar, para së cilës u ngrit një padi për kompensim kundër shtetit grek nga bashkëshorti dhe 2 fëmijët e saj, vendosi që shkaku i vdekjes ishte sindroma e trombozës me trombocitopeni, një efekt anësor i rrezikshëm i vaksinës Vax Zevria. Kjo lidhje u forcua nga fakti se e ndjera nuk kishte sëmundje të tjera themelore, që mund të shpjegonin shfaqjen e këtyre simptomave specifike dhe përkeqësimin e shpejtë të gjendjes së saj. Afërsia kohore e simptomave me vaksinimin e bën të qartë lidhjen midis vaksinës dhe efekteve anësore dhe jo vetëm kaq. Vendimi i gjykatës njohu përgjegjësinë e shtetit grek për tregtimin e vaksinës dhe konfirmoi se autoritetet kompetente nuk paralajmëruan në mënyrë të mjaftueshme shtetasit grek për efektet e saj anësore, potencialisht fatale. Gjykata, me vendimin e saj ërë-A1407 fraksion 2025, dha kompensim për familjen dhe e cilësoi vaksinën si fatale për jetën e 60 vjeçares. Një seri padi shpresin radhën për gjykim në gjykatat e Greqisë. Padi që lidhe me vaksinat, që kanë marrë jetë njerëzish, ose që kanë lënë njerëz me aftësi të kufizuara. Mast Channel. Please